Po, para se të dalmi te miomat, nëse mund të na flisni fillimisht si ishte hapja e ambulantës në komunitetin tonë, si e pritën? Duke pas parasysh se gjithmonë, do me thonë si ne, si ato rreth neve, gjithçka që ka ndodhe re, kemi një kurreshje të madhe. Për ata edhe hapja e ambulantës ginekologjike, Natal Medica, që është hapë në fillim të fshatit Slupçan, do me thonë është ambulanta e parë ginekologjike, që është hapë në komunën e Likovës. Pritja për hapjen e ambulantës ka qenë jashtëzakonisht me interes, edhe për atë kam pas vetëm fjalë të mira, edhe e pritën me shumë entuziazëm, me kënaqësi, që dita ditës sot, pacientët që vinë, do me thonën, e shprehin atë kënaqësinë e vetë, që ja dhe në komunën tonë është hapë një ambulantë ginekologjike, mëse e nevojshme për gratë, nanat dhe vajzat e reja, komunën tonë. Ka pas nevojë, do me thonë, komuna e Likovës ka pas nevojë, për arsye se kemi shumë gra, vajzat reja, që ende sot nuk kanë mjek të zgjedhur ginekolog, dhe kjo ka qenë mëse e nevojshme. Për arsye se kanë qenë të detyrume, shembull të udhtoj në Kumanov, pengesë sidomos ka qenë edhe gjuha, pasi që mjekam nuk ka shumë nga ne shqiptarët, dhe kanë prit, do me thonë, dhe kanë qenë në mëse të falemnderues që ka ndodhë kjo, edhe me kënaqësi vinë në ambulant të bëjnë vizita ginekologjike. Po tani do të fokusohemi te tema për të cilën jeni të ftuar, për miomat, nëse mund të na tregoni fillimisht për njerëzit që nuk e dinë çka janë miomat. Po, miomat janë një patologji që paraqitet më së shpeshti tek gratë, do me thonë femrat, po edhe vajzat e reja, po pak më rrallë, janë tumore benigne, pra e potencoj se janë tumore, mirë po benigne, që paraqiten sidomos në moshat e shëndetit reproduktiv të gratë, shembull me libra, me statistik, ajo moshë është dikun 35 deri 50 vjeçare, por nuk e heqim faktin se mund paraqiten edhe më herët, por edhe më vonë.